Kam 30 vite që besoj në Zotin, Amen. që kam marrë besimin në Zotin dhe gjatë këtyre 30 viteve Zoti më ka beku me tre beba, mund t'i quaj edhe pse janë rritë. Amen. Dhe bebin e tretë kam pas një disfaz sepse kaloj një epilepsi dhe gjatë këtyre 20 viteve unë gjithmonë jam rend për me kërku shërimin e këtij fëmije nëpër kisha, nëpër pastor, por brenda në zemrën time kam pas një marak kaq të rëndë sa asnjëherë nuk kam ditë Milan rrugëzjedhje, nuk kam marrë asnjëherë shërim. Por unë para 3 viteve në një video pava ligjova pastor Alketen edhe që nga momentum kam vazhdu me njek edhe me 23 qershor të vitit 2023 unë kam marrë për herë të parë pjesë në atë konferencë dhe unë me të thënë drejtën shkova me marrë shërimin e djalit tem. Amen. Por unë kam marrë shlirim vetën tem. Amen. Haleluja Zotit. Dhe që në nga i moment unë e kam hekat marak të rëndë që kam pas për fëmijët tem. Amen. Kam hekat marak atë stres, atë angth, atë depresion, sepse jeta jeme për 20 vite me radhë ka kem depresion, ka kem stres, por unë kam marrë shërimin, kam marrë çlirim vjetën tem. Dhe kam pa dorën e Zotit të vepru në fëmin tem. Dhe kam pa dorën e Zotit që fëmija jem ka ardhë gjithë një të u çliru për jasaj epilepsie, ose sepse gjithmonë kam pas këtë stresin e angtën që njerëzit më thoshin ti je me katare dhe ashe fëmija jote ka dali smur. Por që në atë moment unë kam marrë shlirim. Unë sot si person du t'jap një mesazh gjithë ato në nanave që ndjen në vendin tem. Du t'ju them që je shumë e vlefshme për Zotin. Amen. Prandaj E bebesive të Zotit. Amen. Besoja dhe shliroje në dorën e Zotit, sepse Zoti është shëruar, Zoti është doktori jon, Zoti është Amen. Zoti është dituria jon, ai din situatat e jetës tonë. Amen. Ne du që të gjitha ato nana që njihen të vetmumet, njihen të pambrojtura, që kanë fëmijë këtë formë, unë them jeni nana heroina, sepse Zoti është shëruesi, doktori, është shëruesi fëmijëve tonë, është shëruesi zemrave tona, është shëruesi jetës tonë dhe ndjek në këtë kishë. Kisha jetëdhënëse, çliruese dhe Amen. Vepruese. Amen. Jo thjesht teori. Pash Zoti që i drejton njerëzit me të bekim.